një fshat jo larg qytetit të Mitrovicës, por shumë afër gjithësisë shpirtërore, me një pamje të bukur, male përreth, fushat në mes. Gushavci duket sikur i thërret banorët të kthehen aty. Ka shtëpi shumë të bukura, të larta e mirë ndërtuara, por shumica me drynin e vënë. Kjo pasi që shumica e fshatit ndodhen në Mërgjim. Edhe Skender Saheti ka mbi 300 familjar që jetojnë në Mërgjim. Si një person që vetë se ka dalur në pension, ai ka nostalgji për fshatin e dikurshëm, kur zhurmat e banorëve të shumtit ishin melodia më e mirë për veshët. Unë jam tash 66 vjeçar, në periudhën time mojnë men shumë, kur kam qenë shumë i vogël, mojnë men shumë gjona përpara këtu fshati, këtu shtëpia krejt ka duken, nuk kanë qenë fare, fshati ka qenë veri perëndim, përafërsisht. Ofër 1 kilometër më lart, edhe tash është fshati atje, po megjithëse me shtimin e popullatës jemi zgjenu këtu, jemi në Gushavc prapë të gjithë, edhe këtu jemi në Gushavc. Unë e mojnë menë se si kanë jetu për shembull prej gjyshit tim, babës tim, agjallarët e mi, moshatarët e gjyshit, e mojnë menë jetën çfarë ka qenë, çfarë është sot. Të kalumen ka qenë një jetë me vështirë, sikur çdo kon në pjesë tjera të Kosovës ka qenë kryesisht është punu me punë krahu, blegtari, bujqësi, ku ta dionë në zeje, kurse me gjitha të jeta ka qenë një farë mënyrë organizume, ka qenë një jetë, me gjitha të vështërsi ka qenë një jetë e mirë, ka pas, unë e vrej si kur fëmijë për shembull, po edhe fëmija kemi pas lojna të ndryshme të asaj kohe, me moshatarët e fshatit, po edhe ma të rriturit i mojnë men, kur kanë organizu lojna, tubime, festa, të asaj kohe çfarë kanë qenë, edhe kamptare nëse ka pas diçka, edhe pse ka qenë shumë e vështirë, po edhe festat fetare, tradicionale, kështu, i mojnë men gjitha, ka qenë përafërsisht në harmoninë në fshatin tonë, në jetesë e ngratë gjitha konat. Skenderi kthehet në kohë, në fëmijërinë e tij. Lojrat që i organizonin si dhe na tregon se kur ishte i lejuar qëndrimi i fëmijëve me të rritur së bashku në një ambient. Po, njëjtin ambient me të rritën kam qenë bukur i madh i rritur, kur kujtohet se kam pas rastin me nejt me të rritën, po megjithatë kemi qenë grupe, kemi qenë në shtëpi pak ma shumantar, në bashkësi, një tesë për shembull, fëmija kanë qenë ta qikum, ma të rritnit kanë qenë ta qikum, burra ta qikum, në përgjithësi kështu në organizim të jetës, edhe në lojna, po edhe në gjona ndryshme, po megjithatë çdo gjë o ditë e kujna është e çka është. Të kalumen ka qenë skamje më e madhe, varfëri më e madhe, po ka qenë dashni, ka qenë kënaqësi më e madhe se në kohën e sotit. Shumë. Ani pse fshati po boshatiset dita ditës, Skenderi thotë se traditat shqiptare ruhen me fanatizëm, duke përmendur bashkëtesën e harmoninë në fshat dhe bukëdhënien e cila thotë se ishte e pakusht. Si këtu përmrena si në fshat, s'pako tentojmë përpiqemi të rujmë traditat e të kaluarës, megjithatë jo pse edhe s'ka ndryshu shumë gjona, sepse kjo modernja pak a shumë ka fillu çdo kënd të merr kajen tjetër, po megjithatë ato që ka duhet ruajtur si tipike shqiptare, përafërsisht ende i kultivojmë edhe i ruajmë në fshat. Me fanatizëm e ruajmë bashkëtesën në fshat, bashkëtesa në fshat me qytetar, me banor, është shumë e mirë, është shumë vllaznore, bile rinia tash e ka dhënë edhe një pravim të kohës, janë shumë të afërt rinia mes vete, edhe e ruajmë për shembull traditën e darsmave gati në tërësi e ruajmë bukëdhënien, jemi njerëz që kem qef me dhanë buk, me dhanë ujë, kem qef me pas mes të afër musafir, po edhe kalimtar, këtu ka pas kalimtar të rastit ma herët, po edhe tash me pas musafir në mënyrave ndryshme, mikpritjen e kemi si tradit, atë nuk e lëshojmë fare. Edhe festat kombëtare, përpiqemi edhe të kalume që janë kombëtare me vlerë, po edhe tash të rejat me fanatizëm, edhe me mall, e me lot e me zgjak i përkujtojmë.
Një aspekt tjetër që ruhet që nga traditat e vjetra janë dasmat. Skenderi tregon se në fshat, dasmat nisën ditën e enjte, me këngë Defa e vallet dhe dita e madhe e dasmës është e diele. Edhe pse sipas tij dasmat janë kombinuar me modernën, prapë se prapë nuk është harruar tradita. Si çdo kënd ka ndryshuar organizimet, megjithatë fillimin e dasmës. Përgatitjen e dasmës me lagje, në familje ndryshme, me familjar, me vllazni ma tafër kështu, me familje tafërt, po edhe ma gjërë rreth organizimit, rreth shkurjes në urime, në përherë, në këto, nuk mungojnë fare. Si për ka una djale, si për ka una e vajzës, pa marrë parasysh çfarë niveli ka me pas dasmën, vallëzohet, luhet, ditët para se me ardh dasma, edhe pse shumicën tash po i organizojnë na për hoteleve, para prakisht dasmën e prinë e përcjellën me gati parafërsisht me tëna traditat, vetëm mramja se shkohet në restoran apo në atë ndryshëm, se parafërsisht to i bojmë të gjitha. Niset ditë ma herët duket dasma. Po dasma niset si zakonisht na këtu në Gushavc e kemi fillu dasmën tajten, edhe nëse ka me ndodh diellën martesa, prap tajten i fillojmë. Deri në diellën, nëse është ditëve tjera se tash po ka për çdo ditë dasmën, përpara ka qenë ajte dielle, nëse ka ditëve tjera 3-4 ditë përpara gjithë fillohet dasma, ende rrehen defat, ende bëhet vallëzimi, ende mbledhen vallëllaku, jemi si familje kështu, edhe bukur e madhe, po edhe jemi të organizuar të bëjmë, na vim kemi mërgëmtar shumë, parafërsisht na për dasma, na për to, mos më thonë 100% për mi 90% na vinë mërgëmtarët, edhe për Amerikë, edhe për Evropë, edhe për Skandinavie, për çdo kohë ku i kemi. Fshati në atë kohë sipas Skenderit kishte pasur më pak se 1000 banor, ndërsa në kohë lufte, më shumë se 10 fishi i banorëve vendas thotë se kishte pasur refugjat. Shumë kemi pas deri me 15 prill, mos më thon deri me 19 prill, kemi pas shumë refugjat. Shumë refugjat gjitha viseve, kryesisht refugjat kanë qenë Drenicës, fshatrave Drenicës. Edhe pse këtu kemi qenë pikën më të rrezikume, po refugjat kemi pas shumë, kemi qenë shumë të organizuar, shumë të kujdesshëm, shumë kemi bashkëpunuar me tërë fshatin, me struktura çfarë kemi qenë të asaj kohe, me veprimtare, me njerëz të çka kemi pas e krejt, shumë kemi pas, për shembull, unë e mojnë mend, nuk kemi qenë ma pak se 1000 banor, kemi qenë për shembull 500-600 banor kemi qenë fshat, kemi pas, nashta mos më thonë veç, kemi pas 10 fish ma shumë refugjat. Deri me 15 prill, po deri me 19 prill kemi qëndru këtu, po refugjat parafërsisht 99% me 15 prill sulmi ka qenë prej anës veriore, këtu ty në kodrave, i kemi qitë refugjat anena, kemi me disa vendas këtu, deri atëherë kemi pas refugjat numër shumë të madh, edhe jemi krenar që sa do pak kemi mujt me kontribu. Falë Zotit edhe vullnetit mirë, si që ceka edhe ma herët, tradicionalisht jemi bukdhensa, ajo ka ndiku shumë që nuk është vrejt asnjë munges në ato kushte, edhe me organizimin këtu mrenda për mrenda, po edhe kanë kontribu mërgjimtar, djenë, vajzat, motrat, vllazët tonë, që kemi pas në për diaspor, atëherë, të asoj kohë, kanë kontribu aq shumë që çdo familje që kemi pas të, si për ka ushqimi, si për ka medikamentet ndryshme, si për ka nevoja sjelljeve të mjekëve, se na ka duft me marrë mjek me sjellë të mshat për disa raste, nuk kemi vrejt që kemi pas ndonjë vështirësi apo në ndonjë mungesë. Për fat të keq, Sahiti tregon se çdo ditë ka lëvizje të banorëve drejt mërgimit, ani pse thotë se fshati i plotson të gjitha nevojat për jetesë, pra po boshatiset. Numri banorëve mjeresht, fatkeqësisht, me keqardhje them, si çdo vend Kosovës, edhe këtu shumë është ullë, për arsye se janë ka migrojnë për çdo ditë, sikur çdo kënë, unë e kam kretë familjen këtu, familjen e ngushtë, po edhe unë e kam vllaun në Amerikë, që kjo shtëpi është e bashkatisën, sot më ka shku vllau për Amerikë, tash në verës vjen këtu prej Amerike me bodarsëm, me martu djalin, këtu kemi me bodarsëm në shtëpin, këtë ambient një herë, mandej kemi me bon hotel, sikur gjithë thjertë, po tradicionalisht njerë, i gjithë fshati dhe gjithë tafërmit, i gjithë krejt, jemi
veç qysh tash jemi të pregaditën, i kemi ftu, këto do të organizojmë darsme, do të bëjmë, edhe qysh tash mund edhe me ju bo ftesë ti me njuve, me ardhë me bo edhe gjerim nëse ja tregoj datat, do të jetë një darsë madhështore, tradicionale, e kohës qysh ka qenë. Në atë do të bëjmë moderne qysh tash që ka bëhen po. Skënderët gjithë jetën e tij është marrë me tregti, punkët të cilën e kishte trashëgimi nga gjyshi e babai përmes tregtisë. Lëvizja nëpër vende të ndryshme, thotë se i ka mësuar shumë çka. Puna si tregtar asoj kohe, nuk kemi mujt me bë tregti, me zhvillu tregtit për masat sotit. Babën e kom pas tregtar, edhe vetë jam tregtar. Gjyshi ka punu për shembull tregtar baktie, me bakti me ndryshme, edhe baba deri dikon e ka përcjell, mandej ka sikur gjithë ekzistenca për jetesë, një kohë ka punu me Turqie, me pjesë ndryshme, edhe unë e kom punu me tregti, kom punu këtu e kom pas, jam punësu në organizat, ka qenë organizata Zhita Promet, organizat tregtare, drejt prodhuese, edhe mandej kom pas kompanin time, kom punu privat, në përvisët e ishtë Jugoslavisë, pjesë ndryshme, kom punu në për Kosovë, edhe mas lufte kom punu, tash e kom ndërprej aktivitetin të në gjina pak në përkraje familjes. Tregtia, lëvizja në për pjesë ndryshme të Kosovës, t'ja mundësi shumë me ditë tradita dviseve ndryshme, se ndryshojnë për bje fjolla Kosova, rrafshi Kosovës, rrafshi Gollakut, rrafshi Drenicës, Dugazinit, gjitha kom pas rastin, edhe me pas shok, edhe me pas miq, edhe me marrë pjesë në hengje tyne, në gzime tyne ndryshme, po edhe në i rast martor, nëse ka qenë, për afërsisht gjitha e di. Po to në duken diqysh se matë kapshme pak matë leta, matë ofër. Në çdo vend diçka ndryshon. Në çdo vend diçka ndryshon, ndryshon për mirë. Këto për shembull po bje fjolla në të kalumen vajza kur ka pas me shku, janë mbledh për shembull vajzat e kanë knu shoqen e vet, motrin e vet, janë mbledh vajzat, janë mbledh gratë, janë mbledh asaj, ose burrat janë mbledh prakisht janë ardhur me kovendu, me bo organizimin, një vëlla apo një kojshin nëse si ka pas kushtet, ja kanë pru lopën për darsëm tjetër, ja ka jek muzike tjetër. Organizime këto kanë qenë shumë të mira te na, edhe sot ku ka raste përafërsisht muna me thonë me plot sinceritetin që edhe tash vazhdohet ashtu, megjithatë në disa raste për shembull në disa vende tjera e kom pas se kanë qenë darsmat nashta nashta me një frymëzim ma të madh, me organizime ma të madhe, diçka po ke mujt me vrejt edhe nëse pak kanë qenë në atë kuptimin e harmonisë pak ma të zbeta. Këto naso mos e çfarë kanë qenë darsma si darsma janë shumë të harreshme. Fshati Gushavc ndonë se i pasur me bukuri natyrore dhe tradita, po përballet me bushatisje të vazhdueshme si pasojë e mërgimit. Kujtimet e së kaluarës, bashkëtesa dhe zakonet ruhen ende me përkushtim nga banorët e mbetur si Skënder Sahiti, por mungesa e njerëzve po e zbej gjallërinë e dikushme të fshatit. Megjithatë, shpresa për rikthimin dhe ruajtje të identitetit vazhdon të jetojë.